Është më rëndësishëm destinacioni apo rrugtimi që ndjekim për të shkuar në destinacion? Pra njeriu vetë. Po tjetër rrugtimi, s'mund të jetë destinacioni, po. Po mirë, si mund të ketë kuptim, do të jetë i rëndësishëm rrugtimi kur ne synojmë destinacionin? Po destinacioni. Çfarë na kënaq më shumë? Po nuk pat i tarme, nuk e as i synim. Nuk synon dot pa shkuar te ku do me ikë. Po synon, po rrugtimi për shkuar deri te ku synon. I gjatë i vështirë. Ka gjërat, ka elemente. Po tjetër ka pengesa. Ka ndihmojnë. Po tjetër. A ndikon dikush për shembull në destinacionin që ti ke menduar, faktorët e jashtëm, një shok, një mik, dikush që del para, ai që ti e pengesën? Po me të prish punë, po. Me të prish punë, me të prish punë, patjetër. Po shumë kur me të rregull shoku, ore vllajt me të më thon, vllai thotë inshallah s'bëhet sot. Po me këtë kohë që ka sot. 62 vjeç që unë. Vllajt tim ja thonë që nesër, të parit ai s'to thotë inshallah do zoti s'bëhet. S'bëhet, më thotë, po kush ato të mirë në shoku. Po ti thosh për vllajin tatë kështu për shembull? Po, si ti vi? Si ti vi, e? Po, më edhe e them. Edhe ti e thu. Pa them se disa i dhëtë për mua, s'mund të them për ato. Po pse ti mendosh atë të mirë? Jo, nuk mendoj mirë. Nuk e bë gabim. Po jo, kur bën gabim ai që mund të jetë më i mëson për shkak. Po nëse është më i vogël? Nuk kam më të vogël, më të mëdhej kam të dy. Po, më të mëdhej kam të dy. Po si kam si, ju kur keni qenë të rinj, ndoshta në moshën time pak edhe më të ri, edhe fëmijë. Keni shkuar mirë besoj. Mirë mëse atëherë nuk ishte me undas, prona asnjë gjë. Prona ka qenë patjetër, po prona valla, pronat. Pronat e smira e po ky kështu e po shneti keq. Po gratë, ndikojnë gratë? Ua, tash ja pu dhe këpë gratë janë para të valla. Falxhan, brisje, magji, poshtë Korvatit, poshtë Dyshekut. Po magji? Po i kemi zbuluar valla, si. Ju kanë bë magji? Po patjetër. Ju ka bë vllai thoni ju? Vllai, nuk se vllai, njerëz jashtë banesës, çka kanë ajo? Se kanë për ditë burr. Nuk për të çudit. Po si e keni, ja keni dalë të ashtu me veshësia valla, nuk 30 vjeç as se njohim, ai kemi vlla, se kemi vlla, as nuk i shkojmë as na vjen. Po si pse erdhi këtë pikë? Më para brezat në këtë moshë jeni ju, më para ka qenë më ndryshe. Atë është problemi. Demokracia mund ka kap për shembull 26 vjeç, 27 vjeç. Më mirë ka qenë ajo kohë, se sa sot. Nuk diskutohet, nga gjitha anët, ndaj për ekonomi, ndaj për jetesë, ndaj për kanë dalë që stresi, anksi, çfarë janë këto që janë, që këto ndikojnë jo për mirë, po ndikojnë shumë për keq, vëlla, dhe s'ku meni ju i tjetër që thotë, bo, sa stresi ka ky, ai tjetër thotë, po më thotë, çfarë e vu shumë, sa ikën 2 metra, thotë, inshallah ka gjithë Shqipëria stres, mos kemi thotë. Po për ne shohim gjithmonë atë tonën, si puna asaj me zjarrin, e them gjithmonë, u bëjmë bezishëm për ato që na ndjekin, është me zjarrin. Po bezis fare, ti dili ti atë gazetari, ti për atë punë mos harruj fare, dili aty. Jo, për atë fabulën që është me zjarrin, s'ka nevojë se tani është edhe vapa, duhet edhe çfarë dili aty edhe përpara, do asnjë gjë. Jo, për atë që thotë mos harruj, duhet edhe me harruj se vapa. Jo, hiç fare, ç'a problemi ka? Hiç dili. Zotëri, a mund ta bëjmë bisedë? Bravo. Ti e pe vetë sa qytetari ishte. Mund ta bëjmë intervistë? Okej. Ai tjetri thotë, jo, një do thotë po. Po ti për këtë punë, atë po të thonë njëri dy, se kam i gjumë në këto intervista tu kësaj rrugës. Ka ato sa televizione s'po i bë reklam. I ka vllam tasim bëva për X-in për Y-in. Po pse jemi kaq indiferentë, nuk shprehemi, nuk flasim, nuk si një probleme jetësore për flasim, si pyetje që ishte. Vetëm nuk e di a je beqari martuar, po vetëm shif ke pragu i shtëpisë tate, njeri mos fut mrena. As përveç aty në shiku. E thonë të thirrë gjithmonë. Unë ta them ty, unë nuk e di, unë kam çonin 35 vjeç. Pa ndërtohet do të jetë vetëm. Ndërtohet, që të bësh me veshësi. Duke thënë mos fut, mos u lidh me këtë, mos rrim me këtë, mos rrim me shokun. Mos rrim atë. Jo, ti rrim atë. Po ti je deri ke poshtë pallatit. Ora çun xhaje, çe ke asi gjop, vlla. Unë më thon s'ke vllajin. Drejt më vlla, s'ke vllajin, do ta shkopi kush, deri nuk o turp fare. Jo, unë po them drejtë. Jo, mos e sjeni veç ju kështu. Deri ke pragu derës, deri poshtë, nëse ke shkim pallat, lene sa më larg, këtu ke dobuzi për salonet atje. Se s'ka pse tot. Sa kupton çfarë bëhet sot apo s'ke besim ke kjo që ke veç e shef 100 herë aty e shkon, au ka tha, s'u ka tha. A kanë ai mizë, s'ka ai mizë. Po çfarë thua, po kam punë. Se nuk e di ti. Nuk ka marrë punë, nuk e di vetëm përveç familjes, gruas,
fëmijëve, si besim tjetër, motra, Mirë, qa një motra. pyetje kam, jam shumë kurioz. Ju sa fëmijë keni? Pa hyrë në Unë kam detaje. dy kam. 2 fëmijë. Po. Po imagjino ju po i thoni këtë, të vlerësoj shumë për atë se çfarë po shprehni dhe ta them me bindje që nuk jeni vetë ju dhe kjo është pjesa më e madhe e Po, po, Shqipërisë. kjo- Ju me vllajën tuaj po thoni që Po. jo vetëm ju, po ka shumë raste. Po ju keni dy fëmijë. Po ju duke ju ushqyer këtë lloj gjendje, situate që ju me vllajën tuaj. Po, qa ka në fëmijët- gjo, nesër- s'ka në gjo sekret, po pse nuk e Jo. kupto fëmija? Po fëmia Po nesër fëmija nuk e di se... me vllajën e vet për shembull, vllai me vllajën, dy fëmijë tuaj. Po unë kam gocet shumë. Po, gocet shumë, Jo, ta po. zëm vlave shumë. Po fëmija me çunën e gjajës vet, me çunën e vllajt tim. Kur sa afrohet ai, pse du të afrohet ky çuni im? Por kjo dy fëmijë tuaj, për shembull, djali me vajzën, nesër pas tjetër nëse do në Nuk ka shonca ato janë gjak. Gjaku si me gjak, edhe ju me vllajën tuaj pra jeni Po gjak. jo, jemi gjak, po gjakët me fëmijën, po pse çin do pa vetë më shumë, vllajën e vet apo dy? Nuk po them në raport me ju, por fëmia me fëmijën, vllai me motrën, Mirë, po ka them marrë ke fund. dy fëmijët tuaj, se këtë që po thoni Ke ju, fëmijët e mi, por e shoh si problem ato- midis jush dhe vllajt tuaj. Qofse unë Kjo shkoj- gjë mund të jetë qofse nesër unë- midis dy fëmijëve tuaj me njëri tjetrin. Qofse unë shkoj mirë. Po ju ushqeni këtë gjë. Ti si Pra. ushqet kjo gjë? Si ju thoni unë të ri indiferent, ai bëri gabim, po pse bëri gabim edhe unë të ri larg atij. Vit tulet ai pra me. A di se ushqet, kjo ushqet shumë, qofse unë shkoj mirë me nonën e atynve, me bashkëshortën time, Po. ato do njegën rrugën time. Qofse unë përdor dhunën, ashpërsinë, Dani te ajo që arburtri, fani kanë gratë. arbur Janë ato që kanë futur atë në shishe dhe përdorin si ka duhet. dhe gratë, mirë mos Ka u dhe gjykojmë. Po kanë edhe burrat mirë që shkojnë mirë me vëllezërit kështu. Po si duket nuk i ka prek interesi. Po ti preki pak interesi, të hidhen fyt. Të para janë vëllezërit, të dytët janë gratë. Pse? Shopin burrë vet, kur thot burrë vet, ka të duhet të thot. A do të më i rast para 2 ditëve, këti qeni unë pi kafe atje. Ishte ul ky me i shok, të shku me jeti u dy. Unë një zotri me I zotri, po. bje ky u tha vllai, ky ishte me gruan. Po. Ai shkreti u kthy me gruan. E respektoi, i dha nga i kafe, që si Vllai. takon të po vllajt më. Po. Sa zbiti ke shkallët ai ishte me gruan të ikte, faleminderit ai për respekt, tha. Sa zbiti tha ku jesh me tha ky burr, i thonë vllajt tit. I thotë gruaja. Jo, i thonte ky shoku, kush që po vllai im pranon, e pra se pa kujt i kape rakin, tha. Si është ai? Po le, ma kjo mut, Çfarë thua? kjo është mut. Ai paguajti kave rakinë dhe qerasi, begenisi e gjitha, dhe kjo është mut. Po kjo mut o vlla, tha, kja e rrep gruja, tha. Shto di qa bëhet sot? Pa se njipi aty e një gjove larga aty. Po ja thot dikujt tjetër që se njifte fare, për vllajën e vet, për gjakun e vet. Po të dy shok tash, aty e vi unë vllai jo tash, ti je me këtë. Unë paguaj në kafe, se ju gjetën lokal. Kush është ky më dha? Ore pa ik akoma ke shkallët. Pa ik në shkallët, kush është ky? Ma vaj, mos të më dhabet. E qartë. Varje më tha, vllai da që do dhe rrep gruja. Po çka ka qenë atë dikur më parë? Çka ka qenë që ka marrë kaq fort lidhur familje shqiptare? Kur kanë ndërë? Më para, kur ka filluar ju thot me demokracinë, ka filluar më prish kjo gjë. Më ka marrë kjo më për unitetin një rat parë. Ekonomia që ka qenë me fjalë e pavarme valla se ti punoja, unë punoja, sot janë të varë, puno burri, puno gruaja, puno burri. Shëllë këtu lindin debatet, A të rregullohet ndonjëherë kjo? as për 500 vjet jo. Jo, a? Jo, më. Duhet vjedhë herë turku ndoshta apo? Ore, mo keq do shkoj. Duhet vjedhë herë turku që ta sjellë në vetë gjë? Ti e shumë ironi, po unë po them që edhe Përshëndes ti është mirë. edhe 500 vjet, edhe 500 vjet nuk bëhet ky vend më, nuk bëhet ky vend, mo keq do Ne shkoj. trajtojmë pak nga ana sociale, s'po hym pastaj nga ana politike, nga ekonomike. Po sociale ka të bëj me psikologjinë, me shërat e shamër. Kjo bërë sociale, se shkoj shkite shqiti, po ta gjeshi i të nxere me mish aty e byrek e baklava nuk bëzov, ke i gjuhë. Pse e ke gjithë gati, ka arpi punë, për ke gjithë gati. Po kur nuk e gjithë aty ti e pare qikturin. Mi pa kjo quhet i jerë varë sot, je i thyj llafe nesër, jerë pas nesër. Kjo, ati që është puna, ekonomia, vello e trashët. Ekonomia është e para. Masa ne vim të tjerë. Po. Faktor kryesor, ekonomia. Po, ekonomia Edhe kjo për divorcet, mos për këto beso. problemet familjare që ndahen, kanë Por ndarje divorcet, shumë. por Rritet çdo divorcet. ditë përqindja. Por divorcet më sa ne hyn dhe kjo me tradhtia. Tradhtia se s'ka ç'a bëj, kur burri shko, shkam një kaj 2 lekë në xhep, për edhe 5 vjeç, 40 vjeç shkoja put në kazino gjithë natën,
nesër ka 2 kalamajt pa bukë. Ka 2 pa bukë. Që të bëjë të plazi shari? Që të bëjë ajo? Do të bëjë televizit. Që të bëjë televizit, atë Ka akoma njerëz që shkojnë në kazino, a? Ja, ato 2 qerat. Po. Atje shkojnë direkt. Atje shkojnë, Po. Se shkojnë edhe mosh e re? Po deri në 18 vjeç pa më dha. Se diti 18 vjeç deri 90 vjeç. Kemi pa më burrin, në kazino s'ka burrnone që s'ka ju gjithë kanë hyrë nga herë. Po ta kom vllave që ka dhe 90 vjeç, 70 vjeç. Që shkojnë atje, 80 vjeç. Po me zi ecën. Po mund të jenë dhe turista, mund të jenë të ujë kështu. Po kam edhe shqiptar. Po zhvillimi i Shqipërisë si duket kjo? Pra që ka marrë Kjo është për të mirë, kjo ka më pa mirë, me thonë drejt, ky ka bo punë me Tirana, ka bo punë dhe Shqipëria në këtë... mret, për shembull si mori mandatin e 4. Ja, mret, me ato mandate që ka marrë i 83 është i çiki frikshëm. Është i frikshëm, ka... Patjetër, ka 4 mandate, do të kthej kushtetutin e kthej nga e para... A thua e bone, po ky thuate? Po nuk kam për ta lënë. Kush ka për ta lënë? S'ka për ta lënë. Po thujet, Po thujet mund ta përkrajnë ja 2-3 nga ana vetë, se të trajtojnë ato të vetët thua? Të merren për mrena? Merren për mrena. Jo, më janë zogja ato, ato janë zogja burr, ato janë lepra, shqyr që mora mandat. Po nuk e peti po ishin ato 2 gratë Gjyla Meti me atë Xhaçkën ato që ka njëra tjetër, po e mbylli ky. E mbylli ky më se orë du vetëm times, unë pyet kom shok. Unë du që të si e mira ime. Prapë edhe shokun deri mi Farcaku. Jo deri deri shtëpisë. Deri ke rruga me ke rruga, ku e ke shtëpinë ti këtu ke sanati. Deri ka mund të thajë ti ke partizonin. Ke ushtari pa një. Çdo. Çdo më. Se kam plasë vëllaz lloj Shëtan ligë, lloj magjie gjona. Kush e bën e magji se çka pa ka magji që bëjnë njerëz, bëjnë magji. A kupton të gjithë ta kur ta ka bëu njeriu shtëpisë tate. Ha. Ti kupton për shembull, ke pas një rasti 5 raste, 6 raste. Po. Po si e ke bëu? Nuk ka ajo vjej ditë del. Del, ëh? Po hiqet e plaçka, shkon shtëpi për shembull mund të kesh ke i bluzë se ke vesh ke 2-3 vjet. E kërkon, nuk e gje, ajo fut në ronxë atë. Ti e ke lënë këtu atë? E ke lënë, e pas lënë këtu për shembull, ke divani. Ajo ka shku ka fut poshtë 2 shekull. Ku që futi atë? Po mund të kish harru ti për atë bluzë. Jo, s'ke, ti e mamen, po ta kesh lënë ti do të ta marrësh më. Po, e çka ka bëu bluzë për shembull si bëhet magjia aty? Po ka hyrë tjetër shtëpi aty. Ka hyrë tjetër. Po ka hyrë tjetër. Prandaj thonë ju që nuk do ta fusësh shtëpisë, po jo mos kesh, po s'fut njëri herë. Ore thuj sa duhesh, s'fut njëri herë. Është njerëz shtëpi, bën lën rroba, gjona, leshe, thonje, gjona kështu, patkalje. Po thot thonje bristje e qime. Po qime. Po tash qime, edhe qime flokë valla, se qime. Po vet ju i keni shkatruar vetë magjitë apo keni gjetë në rob? Pra, kanë si është zgjidhje, cilë është zgjidhje? Magjia ekziston, unë e kam kurriz. Po më burr, e kam kurriz, jo herë 4-5 herë. Balla nga njerëzit më të afërt. Përveç fëmijëve. Si ke zbuluar që ta ka bëu dikush apo? Si ke arrit se, okay, ja gjetë bluzën. Po ku e diti që ta ka sill filane si X-i? Po kush futet në shtëpi 100 futi? Po, ke bollë llogariti. Po ja ke fut 5 veta për shembull. Asnjë bot, po. Aty s'hynte njëri. Po nëse nuk fut asnjë, të filloj dyshosh ke gruaja kalamajt pastaj. Ja, po s'ke aty, po s'futet njëri nuk bëhet jo. Se kalamajt s'kan interes ta bëjnë. Si ta bëjnë kalamajt? Nuk duhet prish me kalamajt, nuk prish kalamajt me babën, me nonën apo ta pusin ti. Edhe sot që ka përplasje midis. Po ka përplasje se kanë hyrë nga tresë nga tjetër gjë. Kanë hyrë nga tjetër gjë, ka putë. Po ka putë ai pistika nga ai gjë aty, kështu magjie molle sa Allah. Tira dhe italiane, do bëjnë interviste. Po më direkt, hajde më thë. Me vesh ke magjia. Kështu vllai, kështu. Falenderoj shumë për kohën dhe për mendimet. Që ke nona ku je? Përshëndes. Ke Pisku në YouTube, kanali Pisk. Çfarë stacioni? Pisk në YouTube, kanali Pisk. Është ku Pisk edhe dele shfaqen. Budalliqet e mia. Jo, pse budalliqet? Se respekte po YouTube. Kish mirë, zoti drejt.